Të dashur, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Islami erdhi si një fe e fundit e zgjedhur nga Allahu subhanahu wa taala për mbar njerëzimin, si një fe e cila me ligjet e saj do të mundësoj një jetë me drejtësi, do t'i japi hakun dhe të drejtën gjithsecilit prej njerëzve. Islami i cili do të shejtëroj 4 gjëra themelore për jetën e njeriut, që është besimi, një drejt e lirë e gjithsecilit, që është atveu, vendlindja, që është familja, gjaku, nderi dhe që është prona. Të 4 këto komponent Islami i ka quajtur të shenjta, që njeriu në momentin që sakrifikon në mbrojtjen e këtyre gjërave, edhe nëse është caktuar për të japi jetën, ai do të fitojë shpërblime të mëdha të shahidit, të dëshmorit. Një shpërblim madhështor, të cilin profeti alayhi salatu wasalam e ka përgëzuar se sikur ai të kishte 100 jetë, shahidi t'i jepej mundësia të vinte në tokë, do donte përsëri të kthehej në këtë jetë dhe ta jepte jetën në këtë kaos kaq madhështore. Mirë po, të dashur besimtar, për të ruajtur të gjitha këto gjëra të shenjta për jetën e njeriut, që një grup njerëzish mos të dalin mbi një grup njerëzish të tjerë që të bëjnë padrejtësi, të dhunojnë, të shkatrojnë, Islami ka vendosur një ligj universal që quhet emri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Urdhëresa për të mirë dhe ndalesa nga e keqja. Është një ligj në Kur'anin famëlart, të cilin me këtë ligj, me këtë rregull u lartësuan sahabët, dhe me këtë rregull kërkohet nga besimtarët që t'u bashkohen sahabëve në besim, në veprim, edhe në ndjesi të zemrave ndaj së keqeve të cilat munden të vinë në një shoqëri. Pa diskutim, gjithsecili prej nesh është i vetëdijshëm për situatat aktuale në Shqipëri, për protestat e mëdha të cilat po ndodhin në të gjithë vendin. Problemi jonë si popull, dhe besoj se të gjithë jemi në një mendje, është se ne jemi të përfshirë shumë politikisht si natyrë. Ne si njerëz kemi bindje politike, majtas apo djathtas, kur situatat e kësaj natyre më pas bëjnë që të sjellin debate midis besimtarve, të sjellin diskutime, dhe këtu më pas lind një problem madhështor, se shikojmë që besimtarët me njëri tjetrin armiqësohen, shahen, ofendohen për bindje të caktuara politike. Kjo nuk duhet jetë kurthësi, të dashur besimtar, në prezencën tonë si besimtar musliman. Nuk duhet kurthësi që sejdëja jon, namazi jon, shahadeti jon, të përbashkëta tona si musliman, të vi një fenomen i jashtëm edhe të futet si mikrob midis nesh, të vendoset përçarja, të debatohen muslimanët me njëri tjetrin, të shahen e të ofendohen, gjë për të cilën më pas shikojmë që më shumë ndikim në jetën tonë do të kishin fenomenet e jashtme, se sa brendësia jonë e Islamit, siç është Kur'ani famëlart, apo siç është Suneti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne duhet jemi totalisht të kujdesshëm që situatat të tilla mos të na armiqsojnë me njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin për hatër të Allahut si besimtar, t'i lëm bindjet tona politike jashtë dyerve të xhamisë, dhe këtu në këtë brendi të jemi besimtar vëllezër për hatër të Allahut të lartësuar. Mirë po, patjetër, Islami na ka mësuar që besimtari nuk duhet të jetë indiferent ndaj problematikave të shoqërisë. Përkundrazi, besimtari duhet që të angazhohet në ndalimin e të keqes dhe përhapjen e së mirës. Mirë po,
Me të drejtë lind pyetja me çfarë duhet ta masim ne situatën problematike si besimtar. Ku duhet të jetë, çfarë duhet të jetë matja jonë? Që të dalim në përfundimet e duhura. Kur flasim për urdhërim për të mirë dhe ndalim nga e keqja, kush duhet të jetë kufiri që pavarësisht bindjeve tona politike, ne të kemi një kufi që na e vendos feja dhe kur vim në atë kufi më pas, besimtari musliman nuk shikon më krah politik, por shikon të shenjtat që Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur për njeriu. Kështu, në momentin që një sistem politik rrezikon fen, rrezikon besimin, lirinë e besimit dhe të praktikimit të fesë, rrezikon atdheun, rrezikon familjen, rrezikon pronën private, atëherë kjo i kalon të gjitha kufit e të qenurit një tifoz i një krahu politik. Por këtu kushdo që me anë të pushtetit e rrezikon fen ton, e rrezikon atdheun ton, shet tokën ton, tradhton vendin ton, kërcenon familjet tona me ligjet nga më të fllihura, atëherë këtu më pas besimtari musliman bëhet apolitik dhe është urdhërues i të mirës dhe ndalues i së keqes. Ai këtu më pas futet në një xhihad shpirtëror, futet në një xhihad me fjalën e tij, futet në një xhihad me veprën e tij për ta ndaluar këtë të keqe e cila është e keqja e përbashkët. Sepse urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja bëhet që në fillesën e fillimit të zullumit qoftë ky sa i vogël. Sepse me të drejtë mund të themi, si mund të guxoj sot kushdo qoftë në pushtete politike të arrijë deri në pika të caktuara sa ta shesi vendin e tij, sa ta shesi tokën e kombit të tij. Pse arrin një njeri i tillë në pushtet me këtë arrogancë kaq të madhe? Sepse faji është i gjithë secilit prej njerëzve, të cilët që në zullumet e vogla, që në padrejtësitë e vogla nuk është ngritur zëri. E një njeri që më pas nuk e ngrin zërin, por pranon të shtypet, mbi atë është destinuar të vi zullumi akoma edhe më i madh. Dhe ne kemi shembuj shumë të ngjashëm në Kur'anin famëlart me popujt me të cilët profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na është shpallur pra me anë profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kur neve na thret feja dhe atdheu, familja dhe kombi dhe pasuria jonë dhe prona private, atëherë gjithë secili prej nesh duhet të jetë i gatshëm të sakrifikoj aq sa Allahu i ka dhënë mundësi. Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, kush për ju shenjë të keqe, ta ndaloj atë me dorën e tij, e nëse s'mundet me fjalët e tij, e nëse s'mundet ta urrej atë me zemrën e tij. Po ta di që kjo me zemër është pika më e dobët e imanit, e besimit. Që do të thotë edhe nëse në zemër besimtari nuk ka urrejtje ndaj zullumit, ndaj padrejtësive, ndaj gjërave të këqija që prapen në shoqëri, atëherë ai rrezikon mos ketë pikën e besimit në zemër, pavarësisht se thotë jam musliman. Tregon Muhamedi alayhi salatu wassalam se Allahu subhanahu wa taala urdhëroi Xhibrilin që të shkatroj një fshat të tërë. Me lajket që ishin të urdhëruar për të shkatruar atë fshat, shkojnë tek Allahu subhanahu wa taala dhe thonë: "O Allah, midis atij populli gjendet një besimtar musliman, gjendet një njeri që të adhuron ty." Atëherë Allahu i lartësuar thot: "Shkatrimin fillojeni me të. Edhe ai do të shkatrohet bashkë me të gjithë të tjerët që janë zullumqar, sepse ai një herë të vetme në jetën e tij nuk e rrudhi fytyrën kur pa që në tokë po bëhet shkatrim dhe po kundërshtohet Allahu subhanahu wa taala. Një herë të vetme ai nuk ndjeu urrejtje për të keqen, pavarësisht se adhuronte Zotin." Që do të thotë një njeri që adhuron Allahun subhanahu wa taala, një njeri që vendos kokën në sejdë, ai është një njeri i cili e urren të keqen, e kundërshton të keqen. Ai është një njeri që të shenjtë më pas ka Allahun, ka të dërguarin e tij, ka fenë e tij, ka atdheun e tij, ka familjen e tij, nuk shikon asnjë interes më të kësaj bote. Kështu që shohim
që një njeri nëse nuk do të urdhëroj për të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja, apo një grup njerëzish nuk do të urdhërojnë për të mirë dhe të ndalohet e keqja, atëherë shkatrimi do të vi për të gjithë së bashku. Besimtar dhe jo besimtar, të drejt apo zullumqar, shkatrimi Allahu subhanahu wa taala më pas do t'i kaploj të gjithë. Prandaj të dashur besimtar, ky është misioni fisnik që i takon çdo besimtari musliman, të pjekur, sepse në një shtet dhe në një popull është treguar historikisht që njerëzit do të jenë në dy kategori. Një anë do të duan të keqen, do të duan pushtetin momental, do të duan kënaqësitë e kësaj bote, kurse një grup tjetër është grupi i besimit, të cilët duan të jetojnë një jetë të qetë, një jetë me drejtësi dhe që të fitojnë kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Dhe bukur do ta shpjegonte Muhamedi alayhi salatu wassalam, ku e shpjegon këtë ngjarje me shembullin e një anije me dy kate, kati i parë me njerëz të cilët duan ta çajnë anijen sepse duan ujë, ndërsa kati i dytë është lart dhe nëse nuk do ta ndaloj popullin e katit të parë, atëherë janë të destinuar të fundosen të dy në fund të oqeanit. Kështu që njerëzit e besimit konsiderohen njerëzit e mençur në këtë rast, që i thonë këtij populli që don të bëj shkatrim, që do ta çaj anijen, që do ta përçaj popullin, kombin, që stop, sepse këtu jetojmë të gjithë, është e drejta jona që na e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe këtu më pas ne duhet të bëjmë sakrificat tona. Kush e bën këtë gjë, le ta di se ka përgëzimet e Allahut subhanahu wa taala. Allahu kështu i përgëzoi sahabët dhe tha: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." O ju sahabë të profetit alayhi salatu wassalam, ju drejtu Allahu, dijeni që ju jeni populli më i mirë që ka dalë ndonjëherë në sipërfaqe të tokës, sepse ju urdhëroni të mirën, ndaloni nga e keqja dhe jeni besimtar në Allahun xhelle shanu. Dhe ishin pikërisht këta sahabë që i thanë të keqës të keqe, të mirës të mirë, që arritën të çlirojnë Kaben, që arritën të çlirojnë Mekën nga idhujtaria, që arritën të fundosin zullumqarët e pushtetit të asaj kohe, sepse ecën me parimet madhore, besimin në Zot, besimin në profet, dashuria për vendlindjen e tyre, dashuria për familjen e tyre, mbrojtja e fëmijëve të tyre. Dhe kundrejt gjithë kësaj kushdo që të cënohej, ai do të kishte përpara sahabët e profetit alayhi salatu wassalam. Prandaj nëse dikush do që të futet në këtë karvan të dalluar, të mbar njerëzis, Allahu përgëzon në ajetin 104-105 të surës Ali Imran. Tashmë thot: "Waltakum minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Tashmë të jetë një grup prej jush, të dali një grup prej jush, dhe ky është një ajet deri në ditën e gjykimit, do të jetë aktiv. Të dali një grup prej jush që thërret në të mirën, në të dobishmen, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja, dhe të tillët do të jenë të shpëtuarit e vërtet. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet, ata do të pesojnë një dënim të madh. Një kërcënim i drejt për gjithë secilin i cili kërkon përçarje midis muslimanëve, i cili kërkon interesat kësaj bote mbi të shenjtat që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur. Të dashur besimtar, këto sahabë që përmend Kur'ani famëlart ishin të drejtë vetë, po në të njëjtën kohë ishin dhe kundra padrejtësive, edhe nëse do të ishte kjo kundër të parit të shtetit. Omeri radiallahu ta'ala anhu, kalifi i muslimanëve, ka mbajtur 2 hutbe dhe në të 2 rastet të cilat ai gaboi, u kundërshtua nga populli i tij, u kundërshtua nga sahabët e tjerë të cilët ishin gjallë. Rasti i parë, mbasi vjen një pasuri e madhe e plaçkës së luftës tek muslimanët, Omeri bën një ndarje rigoroze, bën një ndarje të drejtë midis të gjithë popullit të tij. Dhe kur ndan pëlhurat, copat e rrobave, gjithsecilit prej sahabëve i ra pothuajse 1 gjysmë pëlhure,
që me të nuk mund të qëndisej dhe të bëj një robe gjatë, një thëub, ajo veshje arabe. Bas një jave, Omeri shko në hutbe, në mimber, dhe thot, o ju njerëz, dëgjoni dhe binduni. Ngrihet Selman Farisiu, sahabi i profetit sallallahu alaihi wasallam. As nuk të dëgjojmë, than, as nuk të bindemi, o Omer, në mes të hutbes, të parit të shtetit, kalifit të muslimanit, emirul mu'mininit, as nuk të bindemi e as nuk të dëgjojmë, Omer. Omeri shtangu për një moment. E pse nuk më dëgjon dhe nuk më bindesh? Ngrihet Selmani në mes të hutbes dhe thot, ke ndar pëlhurën, robën për gjithë secilit prej nesh, edhe unë mora një pëlhurë, por roba ime që mora nuk mundej që të më qëndiste një robe të gjatë, ndërsa shikoj që ti ke qëndisur një robë të gjatë. A ke vjedhur ti, Omer, nga paret e shtetit? A ke vjedhur ti, Omer, nga paret e popullit? Omeri heshti, thiri djalin e vetë, ku është, tha? Abdullah ibn Umeri. U çu Abdullah ibn Umeri dhe tha, o besimtar, unë dhash gjysmën time të robës, e bashkova me të babait tim dhe ja bëra atij dhuratë që ai të mundej të qëndiste një robe për veten e tij. Selman Farisiu ishte në këmbë dhe tha, tani o i pari muslimanëve të dëgjoj dhe të bindem. Dhe kështu këta sahab i thonin padrejtësisë padrejtësi, të keqes të keqe, kushdo qoftë para, edhe i pari një shteti, sepse ata donin drejtësinë, nuk donin korrupsionin, nuk donin tradhtinë e popullit, nuk donin vjedhjen e taksave të popullit. Po ashtu një herë Omeri radiallahu anhu në hutbe ishte bërë problem për rinin sepse nuk po martoheshin dot, sepse vajzat kërkonin meher, prikën, të drejtën e asaj çfarë Allahu ka caktuar për vajzat para martesën, pagesën që duhet t'ia bëj burri i saj. Dhe Omeri e kufizoi këtë pagesë dhe tha, kushdo që kërkon më tepër se kjo do ta konfiskoj dhe do ta vendos në arkën e shtetit. Pas britur mirë nga hutbeja Omeri radiallahu anhu, një grua do ta kundërshtoj Omerin dhe i thot, o Omer, a nuk e lexon ajetin e 20 të surës Nisa, i cili Allahu i lartësuar thot, edhe nëse i keni dhënë asaj një shumë të madhe të mehrit, ai mehr i takon gruas nëse ju keni kaluar një pjesë të martesës me të. Nuk mund ta merrni pas. Përdoret fjala kintar, që ka kuptimin e një shumë të madhe të pasurisë. Kush je ti, o Omer, që kundërshton Allahun dhe kufizon atë çfarë Zoti e ka lënë të lirë? Omeri godet ballin e tij dhe thot, të gjithë janë më të ditur se Omeri, edhe e anullon me njerë këtë ligj që vendosi dhe e la përsëri të lirë. Kështu pra, duhet të jetë besimtari musliman, aty ku kundërshtohet ajeti i Kur'anit, suneti i profetit alayhi salatu wassalam, aty ku sulmohet familja, atdheu, kombi, feja, pasuria, prona private, ne duhet të ngrim zërin, ta urdhërojmë të mirën, ta ndalojmë të keqen. Dhe gjithë secili për besimtarve le ta di që e ka obligim këtë gjë, me aq sa ka mundësi, me aq sa i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala mundësi. Dhe ta dim, nëse nuk do të arrijë në shoqërinë tonë një vetëdijësim, që t'i thomi të keqes të keqe që në zanafil, që sa nxjerr kokën, pa u rritur, pa u bërë gjarpri i madh që t'na mbysi, po nuk ja shtypëm kokën që në fillim, dhe nëse nuk do të ketë një vetëdijësim të tillë, atëherë patjetër do të ketë zullume akoma dhe të mëdha, sepse njerëzit që duan pushtetin, njerëzit që duan kënaqësitë e kësaj bote, që kanë misione të caktuara, shikojnë interesat e tyre, ata do të përdorin gjithmonë pushtetin, do ta përdorin gjithmonë politikën kundra popullit të tyre. Prandaj e lutim Allahun subhanahu wa taala na bëj besimtar të sinqertë, të vetëdijësohemi ndaj së keqes, të urdhërojmë të mirën. E lutim Allahun e lartësuar që mbi kokat tona të sjellë njerëz që e duan atdheun, e duan fen,
e duan kombin, e duan familjen, e duan drejtsin. Të na i largoj një sahat më përpara njerëzit që duan ta shkatrojnë këtë vend, ashtu siç e kanë shkatruar gjithë këto vite, duke i dërgjur të rit familjet tona në për rrugëve të botës. Allahu i lartësuar na ndihmoft, Allahu i lartësuar na bëf besimtar të sinqert që janë të gatshëm të sakrifikojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na bashkof në xhenetin e lartë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.